Burgo im nuk ka pas mure, por ka pas pranga. Kam qenë liri, por e burgosur. Ka të burgosur në liri dhe ka në liri të burgosur. Unë e kisha pas vetë në dorën time, edhe kur se kisha ditë. Qelsin e burgut ju e keni ndorë. Hapeni burgun, delni. Filloni namazin, faluni, binduni Allahut, urdhrat e tij nënshtroni se qelsi kryesor është ky. Përshëndetje të dashur miq të RTI-s, sot do të flasim me një autore libri. Një libri shumë të veçantë, e me një titull edhe më të veçantë. Burg pa mure. Një titull që më bëri shumë përshtypje kur e lexova në rrjetet sociale dhe kontaktova autoren e mandej vendosëm që bashkarisht ta bëjmë një bisedë edhe të shohim prej nga ka buru ky titull kaq i fuqishëm. Jo të gjitha burgjet kanë mure. A janë më të rrezikshme burgjet pa mure apo ato me mure? Çka e ka shty këtë grua ta shkruaj këtë libër? Edhe mbi të gjitha më bëri përshtypje faqja e parë e librit, ku tha që rrëfimi i gruas që u ngrit mbi ankthin. E tash, për me shpalos brendësinë e librit, edhe ato fjalët thumbuse, e ndoshta edhe motivuese që i ka trajtuar brenda librit, e kam ftuar në studio Gjida Bytyqin, autoren e këtij libri. Gjida, selam aleikum, faleminderit që ke ardhur. Aleikum selam, faleminderit për ftesën. Më ka pëlqyer shumë titulli. Ndoshta prej titujve të librave që e kam përjetuar më shumë ti. Pse bash Burg pa mure titulli? Po, Burg pa mure e kam titullu se jo çdo burg ka mure. Kam jetu për plot 19 vite me ankthin, depresionin, edhe të cilin e kam quajtur ashtu që si burg i krijuar vet. Burgo im nuk ka pas mure, por ka pas pranga. Kam qenë liri, por e burgosur. Edhe ka të burgosur në liri dhe ka në liri të burgosur. Mas gjitha atyre viteve që po thu kam qenë në depresion, në ankth, çka është bo shkak që ti me u liru prej këtij burgu edhe na me pas mundësinë me lexu librin tënë? Unë qelsin e burgut, unë e kisha pas vetë në dorën time, edhe kur se kisha ditë. Momentin që e kam gjetë qelsin, i kam hap gjitha dyert, jam liru, kam frymu, kam vazhdu me jetu, me punu, edhe e kam shkru. Unë e çdo ditë që e kam përjetu të keqe, ndoshta edhe natën jam qu, kam shkrujt diçka, krejt ato që s'kam mujt me shprejt e njerëzit, që ka kuj para gjykimeve, kanë para gjyku shumë njerëzit, edhe andaj mëj me thonë që gjatë gjithë kohës kam nejt me laps në dorë të shkrujt. Çdo ndjenjë, çdo përjetim që e kam përjetu unë, e kam shkrujt. Libri Burg pa mure nuk është letërsi imagjinare, është diçka e përjetuar nga vetë unë, 19 vite rresht. Edhe ju kisha thonë gjithë atyre që janë në situatën tem të cilën kam qenë unë më heret, qelsin e burgut ju e keni ndorë, hapeni burgun, delni. Cili është ky qels që ti po thu në mënyrë figurative? Sepse gjithë kemi dëshirë me gjetë qatë qels edhe me u liru prej burgut. Po, çka nën kupton ti me këtë qels, që me e ditë edhe shikuesit kam orientu? Kam nis me lexu, me hulumtu për ankthin, për simptomat e tij, edhe e kam po që gjithë çka duhet me nis prej vetvetes. Ti me marrë hapin kryesor, po më liru prej burgut. Nëse na nuk e marrim hapin për me më liru prej burgut, na gjithmonë kena me qenë burgost. Cili është hapi që e ke marrë ti, ose cili është hapi që mundet me marrë dikush që na përcjell? Po, kom nis me lexu edhe me përcjell shumë ligjërata islame, për shërimin e ankthit, depresionit, edhe aty e kom vrejt, e kom pa arsyen pse jemi ardhur në këtë jetë, pse na ka kriju Allah në këtë jetë, edhe aty jam bind 100% se nëse me Allahun nuk ka ankth, nuk ka depresion, nuk ka shqetësim, nuk ka diçka. Kam fillu namazin, mas 2 viteve namaz jam bulu, jam bind, jam lecu shumë, 99% jam lecu, ma ka lecu namazi. Elhamdulillah për Allah që më ka zgjedh mu, me më dhëzu. Edhe ju kisha thonë gjithë atyre që jeni në këtë gjendje, filloni namazin, faluni, binduni Allahut, urdhrat e tij nënshtroni ju, se qelsi kryesor është ky. Indirekt po thu që nëse një shpirt nuk është i lidhur me Zotin, nuk
i praktikon ritualet, nuk e fuqizon lidhjen me Zotin, është në një lloj burgu ose mund të jetë në një lloj burgu. Po, shumë është e vërtet. Unë nuk kam ditë me menaxhuan, kthejnë stresin, depresionin, s'kam ditë as çka po ndodh me mu, s'kam pas një ohëri as për simptoma çfarë janë, jam dinë situata shumë të këqija, ka pas raste që më ka dorëzu krejt, po ka pas, unë çdo ditë kam luftu me armikun e njëjtë. Çdo ditë jam konë si natën, si ditën, në gjendje ekstrem të keqe, emocionale, psiqike, jam mbyll në atë burgun e vetvetes, edhe të cilën që ja kam bën edhe librin. Unë 7-8 herë ja kam ndrru titullin këtij libri, derisa kam vendosur me bë burg pamure. Cili ka qenë ai momenti që ti në formë të përgjithshme je liru prej prangave? Ka qenë momenti kur jam bind ndaj Allahut. Kam lexu shumë, kam fillu me lexu shumë për fenë islame, edhe me të thotë drejtën, kam qelë si kur një lule mes shkretirës. Ashtu mu ka duk mu. E kisha një dritë, e merë një zonë që ama dorën, se unë jam të të mbajt për dore. Edhe që aty jam bind që nuk jam e vetme, të njerëz asnjëherë s'ka mujtë mu shprej, absolut, kam pas shumë paragjykime për njerëzve, për rrethit shoqërisë. Kërkush s'm ka kuptu, absolut. Kur thu paragjykime, pse paragjykime? A e kanë kuptu ata të brendësinë tane që kushtimisht nuk po mendon mirë dhe nuk po ki motiv për jetën, apo ka qenë qasja jote ndoshta prej atij harxhimit emocional që ke pas brenda, ka qenë pak e egër? Unë fillova mu shkput nga gjithçka, nga aktivitetet, nga puna, nga gjithçka fillova mu shkput, edhe e kishin atë shprehjen pse dë me licë. Aty që me thonë kështu popullore, po ata së më kuptojshin, tonë kohën më paragjykojshin, sa ma shumë që më paragjykojshin, ma shumë rrët të keon, këthej stresi, e nisha vetën shumë keq, pse thojsha s'po më kupton kërkush. Përderi sa fillova mu fal edhe m'ja shprej Allahut krejt ato që unë e kam me qitë. E shkrujsha në fletore, po prap isha... Qa më ka shty me shkru mu mas shumëti, ka qenë aja që s'm kanë kuptu njerëz. Gjdo fjallë që jam munu me shprej të njerëz e kum shprej në fletore, kum shkru. Unë e kam shumë poezi, kam shumë prej vogjilisë unë e shkru, i merë nga me to, asë një herë, s'm ka shku menja me i botu. Vetëm mu shprej, se s'kam pos ku mu shprej. Edhe hapin kërësor që ma ka dhane, më ka shty me botu këtë liber, ka qenë vajza e halës time, Hava Alshani, e falenderoj shumë. Edhe motra jeme Elfetia, më kanë përkof vazhdimisht të dyja, për këtë liber. Po, ajo që kam thonë në këtë liber nuk është as minimumi asoj që kam përjetuën. Une kam fillu me shpik një alfabet sekret, edhe prej ati alfabeti sekret kam e bon një ditar, që aty kam i shprejt gjitha. Do më thonë nuk është thjesht liber. Jo. Po janë copëza shpirti edhe copëza përjetimi të hedhuna në letër. Po. A mendon që kam ju ndihmu ky libër krejt atyre që po i kalojnë që ato faza ose që ato vështirësine për cilat ti ke kalu? Po, unë e thash edhe ma heret, gjithë ata që janë gjendjen teme, ju kisha thonë qelsin e burgut ju e keni ndorë. Sa ju ndihmon që ky libër për me gjithë qatë qelsin? Ky libër i thënë paragjykimet, ky është motivos, është edhe emocional, si që po shihet. Ju kisha thonë aty nëse jeta nuk është errësirë, nuk ka përfundu gjithë qka nëse vuni prej ankthit. Unë komendu se gjithë qka ka marrë fund të unë. Po jo, mas 19 viteve unë ngrita, edhe ma fort se kur. Qysh me presin njerëzit tash këtë ngritjen tëne? Shumë mirë. Shumë mirë janë të e prit njerëzit. Unë e kisha frikë mu inkuadru në shoqëri, kisha frikë me marrë vendime, me dhajnë ideja, mu do ke vetja se gjdo punë që me ba jam të bo gabim, kisha dyshimin vetë vetën, edhe tash qatë alfabetin sekret që jam
to e bon, kom fillu, kom e bon një ditar, që aty kam i shkru gjitha ato që s'ka mujtë mi thonë krejt këtë liber. Nga i alfabet sekret, jam inspiru nga një ish i burgosur, ka qenë këtu në televizionin e juj, mos gabofsha emnin Ibrahim Berisha diçka, më ka pëlqy shumë ai, i cili po lufton për drejtësi, që është burgosur pa drejtësisht, edhe kom desh me bo diçka pak ma ndryshe se ai, basi ai e ka bo në burg, unë deshta me bo një liri, besoj që kom ju pëlqy njerëzve edhe alfabet. E qka ka me pas mas aty alfabeti? Qka kanë me përfitu njerëzit ose Nuk kisha dasht me fol ma shumë për këtë pjesë, kur ta përfundoj, inshallah do jem prapë mësafire në emisionin e juj, edhe do t'javë spjegoj krejt. Do më thonë për najle enigme dhe me prit... Enigme, baksi mister, edhe kështu. Cili është tregimi që mas shumë t'je dënë për gjitha atyre tregimeve që i ki brenda librit? A ka ndonjë që e veçan? Ka një rilindja ime, kur mu hapën sytë e shpirtit, kur e gjenë vetën e gjenë botën, a do më thonë kjo që në qatë fazë, ose në qatë gjendje emocionale që e kanë ti, s'ke mujtë me gjithas vetën as botën? Absolut, une e kam di vetën që jam tu mbi jetu, jo tu jetu. Une 19 vite kam qenë ersir, edhe kështu e kam quj që unë edhe e quj vetën ashtu, që për plot 19 vite unë kam qenë një ish e burgosur, burg pa more, por me pranga, kam qenë e lidhur. Shumë po më pysin pse burg pa more, ku ka burg pa more. Këmë thonë merë në lexoni e kuptoni vetë. Burg pa more, çka do me thonë, atëherë kuptoni. Nëse njerëzit që po përballen me ankth e me depresion, më rrinë me gjithë vetën, atëherë unë e kisha njëri prej tyre se në start e kom kuptu, dhe më thonë atë madhështinë e titullit edhe më ka bot tepër shumë përshtypje, edhe nëse zgaboj ka qenë mesnat kur të kom shënu edhe të kom uru për librit, kur e kom po orën, kom thonë, wow, abedin e pengova dikon këtë ko, po e kom dasht shumë si titull edhe më nëzis kom prit me e pas ndorë si liber. Nëse ki diçka tjetër që donë me përcjell të shikuesit? Pra po them mesazhi im i fundit për gjithë ata që janë në gjendjen të cilën kam qenë unë, qelsin e burgut ju e keni dorë, hapini dyrt, liroheni, frymoni. Kaq. Paraprakisht do të më u liru, tani me frymu. Po. A do të thot kjo që ke pas të nëzën të frymën derisa? Absolut. Gjdo moment. Unë e kam luftu, dëgjë unë e kam cekë edhe në libër këto, njerëzit luftojnë për prona, për pushtet, për ku ta dion, unë e kam luftu për një pik ajrë. Tonë këtë luft që e kom bo, për një pik ajrë e kom bo. Kom luftu me frymarrjen. Kom pas problem, gjitha ata që janë këtë gjendje, ata e din çka po du me thonë, më kuptojnë plotësisht. Ata që janë këtë gjendje nuk më paragjykojnë, se e din, ky libër i thënë edhe paragjykimet. Edhe për ata kom dojsh me bon se sot po shoh shumë në rrjetet sociale që njerëz po vujnë shumë prej ankthi, prej depresioni, arrit një numër shumë i madh prej tyne. Edhe ju kisha thonë që nuk është diçka përfundimtare nëse ti i vun prej ankthit. Nuk vdes prej ankthit. Unë kom menu që çdo minut kam e vdek. Njeri nuk po vdeske prej ankthit, po bëjke shumë i fort. Unë jam ngrit shumë ma e fort. Edhe tash po bëhesh shkak për me ju ndihmu edhe tjerëve që po i kalojnë këtë faza. Gjithunë të falenderoj shumë. Faleminderit. Me kënaqësi po pres me lexu këtë libër. E ndoshta më ja bë edhe në një koment edhe në rrjetet sociale. Edhe po shpresoj shumë që ka me qenë libër i dobishëm për gjithë ata që po përballen me çdo vështirësi. Faleminderit shumë. Zoti të dash sukses edhe presim alfabetin enigmatik. Kismet në të ardhmen. E të shohim çka ka më na dalë, se gjanat fuqishme dalin prej s'po thon prej shpirtave të lodhur, po prej njerëzve që sfidohen shumë, dalin perla, dalin gjana të rëndësishme. Po. Pavarësisht se jeta po të rrehke shumë, po duke me luftu. Edhe mi tregu që na jena të fortë. Lufto, na jena të forta, sidomos femrat janë shumë të forta,
luftoni, mos u dorëzoni, në fund keni me triumfu. Zoti dhash suksese, faleminderit. Faleminderit e juve.